Mbrëmja së premtes, 17 korrik, ishte e mbushur me emocione dhe muzikë në Shkup, ku Yll Limani mbajti një koncert para mirë adhuruesve të tij. Përveç atmosferës elektrizuese dhe interpretimit të hiteve që e kanë shoqëruar në karrierë, një nga momentet më të veçanta të mbrëmjes ishte dedikimi që këngëtari bëri për artistin e ndjer, Shpat Kasapi. Gjatë performancës, Yll ndaloi koncertin për të folur me fjalë të ndjera për ndikimin që Shpat Kasapi kishte pasur në rrugëtimin e tij artistik. Shpat Kasapi është një nga artistët me më së shumti ndikim në muzikën shqiptare dhe një nga ata artistë që më ka formuar, u shpreh ai para publikut. Këngëtari kujtoi gjithashtu se që në fëmijëri ishte një admirues i madh i muzikës së Shpatit. Kur isha i vogël, i doja shumë këngët e tij dhe nuk kishte këngë që nuk ja dija. Nuk e kam njohur personalisht, por 2-3 herë e kam takuar në aeroport dhe gjithmonë jam shtangur nga ideja që takova idhullin e fëmijërisë sime, tha Ylli. Pas këtij rrëfimi emocionues, ai interpretoi një nga këngët e Shpat Kasapit në shenjë nderimi për artistin, duke krijuar një atmosferë prekse në sallë. Gjesti i Yll Limanit u prit me duartrokitje të gjata dhe ovacione nga publiku në Shkup, i cili e përjetoi me emocione këtë homazh për një nga emrat më të dashur të muzikës shqiptare.